Këshilli i FIFA-s ka përcaktuar shuma financiare që do të shpërndahen përfaqësuesve kombëtare pjesëmarrëse në Kupën e Botës 2026, si dhe ekipi që të ngrejë trofeun. Sipas asaj që raporton AS, është miratuar një fond shpërblimesh rekord gjatë mbledhjes së zhvilluar në Doha në prag të finales së Kupës Interkontinentale. Çdo federatë që do të marrë pjesë në turne do të përfitojë të paktën 10 milion euro, ndërkohë që kombëtari fituesi do të arkëtojë 50 milion euro të tjera shtesë. Në total, kampioni i botës mund të arrijë një shpërblim prej 60 milion eurosh, një shifër historike për kompeticionin më të rëndësishëm të futbollit ndërkombëtar. Në këtë mënyrë, Shqipëria do të arkëtojë plot 10 milion euro nëse do të arrijë të kualifikohet pas play-offit. Bëhet fjalë për një rritje të ndjeshme krahasuar me edicionet e mëparshme në botrorin e vitit 2022, ku Argentina fitoi 42 milion euro pas triumfit në Katar, ndërkohë që Franca arkëtoi 38 milion euro pas suksesit në Rusi në vitin 2018. Sipas AS, kjo rritje lidhet me disa faktorë kyç, mes tyre numri i lartë i skuadrave pjesëmarrëse, 48 për herë të parë në historinë e botrorit, rritja të ardhurave nga të drejtat televizive, kërkesa e lartë për bileta, si dhe interesi gjithnjë rritje komercial, që gjenerohet nga 3 vendet pritëse, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Meksika.